Në aktivitetin Hengart, kryeministri Edi Rama prezantoi të dhënat për buxhetin për artin, kulturën dhe trashëgimin kulturore, e cila është rritur me 45% krahasuar me vitin 2024. Rama u shpreh se po punohet për një sër skemash të reja në shërbim të artistëve. Ambicia jonë është të rrisim në mënyrë të konsiderueshme vit pas viti burimet për kulturën dhe pjesë e këtij qëllimi është edhe vetë organizimi i ri i ministrisë. Ne kemi rritur ndjeshëm buxhetin, jemi duke punuar edhe për një sër skemash të reja, të cilat besojmë do t'i vinë në shërbim njerëzve të kulturës. I pranishëm në këtë aktivitet ishte edhe Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxha, që deklaroi se risi është fondi i rjetëzimit të art-kulturës. Viti 2025 si rjedhoj, do sjell 3500 evente nga skena e pavarur artistike, institucionet e artit dhe kulturës, po i bashkoj prapë gjitha, javët ndërkombëtare të kulturës dhe shtojmë dhe ditët kulturore shqiptare jashtë. Risi me rëndësi është dhe fondi i rjetëzimit të art-kulturës për 3 vjeçarin 2025-2027 i buxhetuar nga Meki në vlerën 6 milion euro të tjera për ndërhyrje në objekte trashëgimie, monumente kulturore private, publike, qendrore dhe vendore.